Bashkimi Evropian ka prezantuar propozime të reja për të thjeshtuar rregulloret mbi inteligjencën artificiale dhe privatësinë. Këto masa kanë tërhequr kritika nga sektori teknologjik për mungesë ambicie dhe nga grupet e konsumatorëve për gjunjëzim ndaj interesave të kompanive të mëdha teknologjike. Digital Omnibus i Komisionit Evropian, që do të diskutohet dhe votohet nga vendet anëtare, propozon shtyrjen e rregullave më të rrepta për përdorimin e teknologjisë në zonat me rrezik të lartë deri në fund të vitit 2027 dhe mundësinë e përdorimit më të gjerë të dhënave. Europa po përpiqet të gjejë një balans midis rregullave të forta dhe konkurrueshmërisë në garën globale teknologjike, ku kompanitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azi po avancojnë shpejt në fushat e inteligjencës artificiale dhe çipeve. Deri tani Europa nuk ka përfituar plotësisht nga revolucioni digjital dhe nuk mund të mos ndjekim kërkesat e botës që po ndryshon, tha një zyrtar i lartë i Komisionit. Propozimi parashikon që rregullat më të rrepta të shtyhen nga gushti 2026 deri në dhjetor 2027 për përdorim në fusha sensitive si identifikimi biometrik, furnizimi me shërbime, shëndetësia, vlerësimi i kredis dhe zbatimi i ligjit. Komisioni synon të sqarojë se kur të dhënat ndalojnë së qenie personale sipas ligjit për privatësinë. Ndryshimet e propozuara gjithashtu do t'u lejojnë kompanive si Google, Meta, OpenAI dhe të tjera të përdorin të dhëna personale të europianëve për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale. Shumë kompani, duke përfshirë Siemens dhe S&P në Europë, kanë kërkuar rishikim të rregullave që të jenë më të lehta për t'u zbatuar. Kohët e fundit, administrata e Donald Trump ka kritikuar rregulloret e Bashkimit Evropian, duke thënë se ato shënjestrojnë kompanitë amerikane, akuza që Komisioni i ka hedhur poshtë.